Okej, atëherë vullnetin jako e kam këtu mbrapa, më lemroj që e ka gjetur personi i cili do na udhëheqi, është zotri Xhemal Ramadani Mezini. Përshëndetje. Përshëndetje. Dhe mirë se keni ardhur. Pra do jeni udhëheqësi për ditën e sotme, për na treguar më shumë mbi kanionin e Matkës. Po, jeni të mirë se ardhur. Ju përshëndes përzemërsisht që ju ka kujtuar të na vizitoni edhe të shihni se si mbijetojmë dhe punojmë në këto kushte pak, si të them, jo adekuate për këtë Të vështira ndoshta, nuk janë aq bukur, vend të bukur, po i lënë pas dorë. Dakor, atëherë tani çfarë do bëjmë? Do shkojmë me anije për tek shpella, po? Tash mund të shkojmë me anije deri te shpella Vrello, e cila është shpellë vetëm komerciale, edhe atje do t'i shohni të gjitha bukuritë që janë brenda në shpellë, po njëkohësisht edhe është kjo shpellë nënjore Vrello, e cila është më e thella në Gadishullin Ilirik. Dakor, atëherë dalim nga këtu, shkojmë te anija pa humbur kohë, meqense për pak minuta nisemi, edhe shikojmë, flasim, po vazhdojmë edhe nga uji. Shkojmë. Nga disi se do janë hajnë që të Okej, në të Ramadani. Atëherë ne kapëm pozicionet tona këtu përpara, meqense është pamja më e mirë për kuadër, pra për incizim. Dhe ashtu si filluam me zotrin Xhemalin, nga fillimi, nga aty lart, pra përpara se të hypim në anije këtu ose në varg, për të na shpjeguar më shumë mbi ekspeditat që janë këtu në Matkë, çfarë mund njerëzit vizitojnë këtu në Matkë. Hikingun që e përmenda unë është personi adekuat i cili mund na tregojë mbi hikingun, kanionet, gjithçka tjetër. Atëherë zotri Xhemal, momentalisht jemi nisur për tek shpella, po? Momentalisht gjendemi në liçenin artificial ose akumulimi artificial Matka 1. Kjo hidroelektran është më e vjetër në Republikën e Maqedonisë, e cila ka filluar të ndërtohet vitin 1935 dhe e kanë kryer në vitin 1938. Ky lum, siç thash, është lumi antik i Ilirita. Burimin e ka 131 km për kësujt, edhe gjendet në katundin izvor atje, për këthim do me thonë burim katundi. Këtu, sikur që e shifni, tash lumin normal që e kajmë në treska, edhe për hikingun kemi këtu në komunën tonë
Dakor, përpara se të flasim për hikingun, do doja t'ju pyes sa zgjat rrugtimi ose lundrimi nga pika ku nisëm deri tek shpella. Për gjithë ata që na shohin dhe nuk e dinë. Lundrimi zgjat 1 orë gjithsej, 20 minuta prej limanit atje ku ankorojnë anijet, edhe gjerë tek shpella, 20 minuta vizitojmë shpellën dhe 20 minuta është kthimi, domethënë gjithë është 1 orë. Pra, komplet ekspedita është 1 orë, kur domethënë është 20 minuta nga piknisja deri te shpella, 20 minuta ke kohë aty, pastaj 20 minuta kthehesh mbrapa. Vërtet, saktë, kështu është. Kështu si shifni për hikingun tash mund të fillojmë apo? Sigur që fillova atje, e kemi shoqatën malore Gryka e Dervenit, po kemi edhe shoqata tjera që miren me hiking, me alpinizëm, me bjeshkatari. Edhe kemi shtigjet këtu në malin e That, po edhe nga mali i Krojve ose Vodno atje nga ana tjetër. Kemi shtigjet më shumë, i frekventojmë shtigjet majën Kalaja, majën Vodno atje që gjendet te kryqi i Mileniumit. Pastaj kemi majën e Rasës, e cila është maja më e lartë komunën tonë, Sarajt 1369 metra, dhe ajo gjendet në malin Osoj ose në pjesën e malit That atje. Pra, këtu është, e di që e përmenda pak më herët përpara se t'ju takoja juve, kam bërë një ngjitje nga këtu poshtë deri lart në një maje këtu, është besoj është maja e kanjonit Matka ose si e mërtohet, duke di se e ka emrin. Kalaja e ka. Kalaja. Një maje lartë e Aty cila ka dhe është një manastir nëse nuk gaboj. 1044, jo, nëse keni qenë deri te manastiri, atëherë keni Jo, qenë manastiri, pastaj mbi manastirin. Mbi manastirin keni qenë te ajo pamja Pamiri 2, i thojmë ne, Pamiri ku është pamja e mirë e kanjonit aty. Ajo nuk është maja, po maja është më lartë, ajo më Maja sipër. akoma më lartë. Po, e ka aty një gur trigonometrik, cili e shenjëzon që është pika më e lartë në atë rreth aty. Tani unë me emra nuk e di se ka një 2-3 vite që kur kam qenë, po që nuk ishte më ku të shkosh më lartë se sa aty. Nuk e di se si është me emër, po s'kishte në një pikë më lartë nga aty ku Po ishte. me thonë që ka qenë pamja qarkore aty ku Po, qenë. po, ishte komplet, duke ishte komplet. Pamja qarkore, kise pas gurin trigonometrik aty, aty ka qenë maja Kalaja, persona, maja e dytë në malin e Krojeve ose Vodno. Sa mund t'jetë e vështirë si ngjitje për ju, megjithëse jeni si profesionisti fushës që mund t'tregoni për gjithë ata të cilët na ndjekin këto momente, edhe fillestarët a mund ta vizitojnë apo duhet përgatitje më e madhe, sepse realisht nuk është distancë shumë e gjatë. Nuk është distanca shumë e gjatë, po është pak pjerësia shumë më e madhe, edhe njerëzit që s'janë bashkë të përgatitur ose më të moshuar ose që s'janë me kondicion të mirë, për ata është shumë rëndë, sepse fillojmë nga një lartësi mbydetare afro 300 metra, edhe atje është lartësia 1044 metra, dhe me thane kemi një disnivel prej 700 metra plus ngjitje dhe zbritje minus, dhe me thane 1400 metra krejt. 1400 metra disnivel. Po, edhe afro 5 km e gjysmë në drejtim edhe 5 e gjysmë në drejtimin tjetër, të me thonë 11 km të sigurta janë aty, edhe për ato është pjerësia e madhe dhe është e rëndë. Edhe që kisha preferuar njerëzve që janë as të përgatitur që të ngjiten në atë maje. Po as në majën Rasa, e cila është edhe më e lartë 1369 metra lartësi mbydetare, edhe gjatësia e shtegut më e lartë, edhe më e gjatë dhe është lartësia ose disniveli më i madh afro 1150 metra. Tani, ju përmendet pak më herët edhe pjesën nga Vodno që lidhet. Është shtegu i cili cjell deri këtu ose sa zgjata si shkon? Shtegu që vjen nga Vodno është afro 70 km e gjys. Nëse fillojmë prej në fund atje, si thonë stacioni policori para atje në fund, deri në këtu në kanjonin e Matkës 17 km e gjys, do me thonë na duhen sigurisht një 6 orë, 5 orë gjysmë në varet se si është përgatitja e personit e cili do të nxjerrë. Pra për ta përfunduar komplet ecjen. Dakor, më thoni çfarë ka diçka që ju pëlqen juve vetë personalisht më shumë këtu në Matkë? Me qenë se besoj nuk mund t'i ndani bukuritë që ka Matka, po që çfarë është diçka që ju pëlqen më shumë ti?
Po bukuria e veçantë që është përmbi manastirin e Shën Andres, kisha e Shën Andres, është edhe një kala ose qyteti i Markut atje, njëkohësisht edhe është kisha e Diella e Shenjtë, prej aty është pamja Mahnice në të vërtet, kur shef atje, edhe kemi atje edhe kepin e Shqiponjës atje, ose si fole e Shqiponjës është aty, edhe shpesh që ajo më entuziasmon mua kur ngjitem nga ajo pjesë atje. Po edhe pjesët tjera tash nuk mund t'i ndajmë se gjitha këta bukuri prallore që i ka falë Kryesi i Gjithësisë janë Mahnice në të vërtet. Këtu kem mundësi të bëjmë shumë gjëra, sikur kajak, mund të bëjmë lundrim, po mund të notojmë, të rrezitemi, po edhe të ngjitemi. Ajo çfarë kemi dëgjuar më shpesh nuk është shumë e preferuar për të bërë not në këto zonat të matkës. Cilat mund të jetë pjesat cilën mund shfrytëzohet për not ose që mund të jetë më e sigurt? Pjesa më e mirë, më e sigurt është atje mund ta shohësh atje ku është ai vendi, edhe është vend në të cilin më së shumti më gjatëri rrezet e diellit ose mund na rrezaton dielli aty. E kemi larg nga këtu diku apo jo? Jo, që afër me njëra aty shif ato murret janë aty. Ato murret, ajo pjesa aty është më e sigurta. Edhe aty ne rrezitemi, notojmë edhe kënaqemi. Po edhe në vende të tjera s'ka problem, po shumë njerëz disa herë gabojnë, nuk e dinë terrenin dhe kthejnë prej sipër, prej shkëmbive atje dhe mund të lëndohet, për atë du të kisha uzuar mos të kthejnë njerëzit pa e ditë vendin se si është edhe ku është. Ashtë i sigurta nuk është. Atër, besoj Muki mund në ndihmoj, kjo është pamja për cilën foli zotëri Xhemali, si është pjesa më e preferuar për not, pra është zona më e sigurt, nga e cila edhe, si që përmendi, qëndron edhe dielli më gjatë, pra rrezet e diellit për të rrezitur. Unë akoma se kam provuar notin këtu, po tani me qenë se më thatë. Noti këtu është pak problematik se është ujë shumë i ftohtë. Ujë i ftohtë është, por disia dalim. Ka njerëz që qëndrojnë më shumë, por disa 1 minutë 2 dhe del shpejt e shpejt se është ujë në të vërtetë shumë i ftohtë. Vullnet, ke provuar not këtu apo jo? Kam provuar, por atje më poshtë. Më poshtë, aty ku s'preferohet aq shumë. Po smirti, po atje, pa sigurt është po. Dakor, atëherë shkojmë dhe të shohim shpellën, besoj edhe aty mund të flasim në lidhje me shpellën. Në ndërkohë të shijojmë pak këtë lundrimin këtu, edhe vazhdojmë bisedën në shpellë aty brenda.
Atëherë kemi arritur tek pikë ndalesa që është përpara shpellës, që shkruan të 2 minuta ka ecje nga këtu deri te shpella.